Një rrëfim të rrallë në përmbajtje si e libri Arbën Xhaferi Rrëfen në Tetov në kërkim të kuptimit. Botimi përcjell një intervistë nga gazetari Enver Obelli me një nga figurat më të shquara të politikës në Shqipërinë etnike të Maqedonisë. Përse pikërisht Arbën Xhaferi, një nga figurat më të shquara politike, ndoshta shqiptare dhe të rajonit? Përse zgjodhi pikërisht? Për arsyen shumë e thjeshtë, sepse Arbën Xhaferi është një mendimtar modern i botës shqiptare, një filozof i cili nuk jeton në kullën e tij të fildisht, por mendon edhe për zhvillime të ndryshme, jo vetëm politike, kulturore. Ideja e këtij libri në fakt kur e nisa nuk ishte për libër, e nisa me idenë që të bëj një intervistë me zotin Xhaferi. Ishin 40 pyetje dhe ai mi dërgoi përgjigjet dhe i dërgoi aq gjatë dhe aq të interesante, aq të mira, që u desh ti botonim në gazetë 3 ditë radhazi. Pastaj filluan bashkëbisedimin dhe unë i dërgoja vazhdimisht pyetje përmes postës elektronike dhe ky bashkëbisedim ka zgjatur rreth 5 muaj. Dhe ai, si të them, ka ofruar një lloj biografie edhe të tijën, që nga fëmiria deri më sot. Libri është një bashkëbisedim, është një intervistë me zotin Xhaferi, rreth 200 pyetje për tema të ndryshme, siç thash, që nga fëmiria deri më sot. Rrëfimi i Arbën Xhaferit është rrëfimi i një jete shumë interesante. Është ngritja e një djali nga Tetova, i cili studion Beograd, punon në Prishtinë, vendos kthehet dhe gjej kuptimin e gjërave në Tetov, ku ai ka lindur dhe prej nga vjen. Dhe ky është një libër që pikës pari dëshmon një njeri shumë ditur, dëshmon një njeri vizionar, një njeri i cili e fillon të thoja nga hiçi dhe arrin ato që pak njerëz në hapësirën shqiptare dhe ballkanike kanë arritur. Arbën Xhaferi është, për mendimin tim, dhe ky libër dëshmon mendja më e qartë politike e shqiptarëve. Si e cilësoni figurën e Arbër Xhaferit? Arbër Xhaferi është pjesë e një ansambli politikanë të cilët e kanë bërë dhe shoqëruar politikën shqiptare në gjithë treva shqiptare gjatë tyre 20 vjetëve, por brenda këtij ansambli ai sigurisht që është një solist i rrallë dhe në këtë kuptim kontributi i tij është sigurisht i rëndësishëm për sot, ka qenë dje, është sot, por është edhe një kontribut historik pas një mëndyshje e them. Në politikën shqiptare pak ka patur po aq të ditur ose hiç, po aq të ditur sa Arbër Xhaferi. Në këtë kuptim ne kemi modelin e një politikani shumë modern, i cili dituritë e tij, erudicioni e tij shumë të madh, ka ditur ta shoqërojë me veprim politik, çka nuk është e shpeshtë në historinë tonë politike. Libri Shqipëria në tranzicion, rruga e vështirë drejt demokracisë, në vitin 1990 deri në vitin 2010, i autorit Eles Biberaj, është rezultati një pune kërkimore shumë vjeçare mbi politikën e brendshme dhe të jashtme të Shqipërisë. Sipas autorit, Shqipëria politike, ekonomike dhe padyshime dhe shoqëria shqiptare vijonte të funksiononte, nëse funksiononte, më shumë në një gjendje kaotike se sipas një modeli apo sistemi politik të qartë. Gjendjet kaotike janë fragmente të pashmangshme të gjitha tranzicioneve. Përfshirë dhe tranzicionet nga diktaturat komuniste në regjime liberale dhe demokraci. Libri qartëson dosjen e tranzicionit shqiptar, por edhe për të nxitur vëmendjen ndërkombëtare ndaj një vendi të vogël si Shqipëria, si dhe ndaj të gjithë rajonit, duke kontribuar për ndriçimin e interesave perëndimore për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Një vështrim monografik mbi shtetin e Kosovës vjen nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, e realizuar nga 54 studiues të kësaj akademie. Libri përfshin të dhëna themelore për fushat më të rëndësishme të njohurive për rajonin. I pari i këtij lloji sjell të dhëna nga historia, ekonomia, shkenca, kultura mbi popullsinë, vendbanimet, qytetet dhe tranzicionin ekonomik. Libri merr një rëndësi domethënëse për Kosovën, duke shërbyer si një pasaportë për të trokitur në portën e perëndimit.
Me këtë vepër Kosova po bëhet e njohur me dukurinë e saj thelbësore në përputhje me veprimtarinë deri sot me kërkimore, njohje e cila për arsye të parësyeshme sepse çnjerëzore ishte deformuar madje thelbësisht prej studiuzëve të rrem, disa dhe me titullin sui generis akademik. Për këtë rast, kjo njohje e synuar shtremburazi dhe sistematikisht prej rreth një shekulli ka qenë drejt faktike e për organizmëve serb, të cilët kanë dizinformuar skajsisht veçanërisht Europën perëndimore me botime që synonin diametralisht të kundërt e çdo botimi që rreth të parashtrojë të vërtetën. Në këtë kontekst, por edhe pa theksuar atë, botimi i kësaj vepre në gjuhën faktikisht ndërkombëtare, ata angleze, hapësira e lexuesve zgjerohet ndjeshëm. Kështu, Kosova e pavallur, vepër mbar brezash, të cilët i qëndruan mrekullisht dhunës dhe mashtrimit, gjithë duke qenë tolerant, sepse kozmopolit të lindur si mbar shqiptarët do të zërë vendin e merituar në Bashkësinë Evropiane. Ndërsa kanalet e informacionit shumë fishohen, nevoja e gazetarëve për të zotëruar bazat e raportimit dhe shkrimit të lajmeve sa vjen edhe shtohet. Libri Misery Group nga autorët Brian Brooks, George Kennedy, Daryl Moon dhe Don Renly, raportimi dhe shkrimi i lajmeve, pasqyron kërkesat e reja të dhomave të lajmeve dhe rithekson konceptet bazë. Nuk ka asnjë vlerë fakti që një gazetar i ri të jetë i aftë të kombinojë raportimin për shtypin, radion dhe televizionin, nëse raportimi do të jetë i paplot ose i pasakt dhe tregimi i lajmit do të jetë jo koherent dhe as pak interesant. Zemra e librit vazhdon të rrahë rreth shprehive bazë, intervistimi, raportimi dhe shkrimi. Familja e sekreteve është tabloja e parë dhe e plot historike e dinastisë Bush dhe epokës që ajo modeloi. Libri është një vështrim i ri befasues mbi George W. Bushin, familjen e tij, rrjetin e tij të spionëve dhe mjedisit favorizues, brenda të cilit ata zhvilluan veprimtarinë e tyre. Investigimi i Russ Bakerit ka ndjekur gjurmët e ngritjes në pushtet të Bushve, duke përfshirë edhe presidencën e W's. Ai përmban shumë zbulime të reja, hedh një dritë klinike mbi një klan të shquar, bërthama e besnikërisë absolute dhe e sekretit hermetik, të cilit kanë fshirur deri tani rolin e madh dhe shqetësues të Bushve në ngjarjet e pushtimit të Gjirit të Derrave, Watergate-it dhe luftës në Irak. Duke kombinuar zbulimet e radhitura si duhet që të gozhdojnë në vend, tepër shpërthyese me analizat e mprehta, ajo çfarë ndodhi me Bushin nuk është asgjë më pak se sa një histori sekrete e elitave, të cilat modeluan politikat amerikane gjatë shekullit të kaluar.